le t'i hedhim një sy një prej ideve më të fuqishme në botën e biznesit. E sjell nga i madhi Clayton Christensen. Është një koncept që, sinqerisht, e kthen përmbys gjithçka që mendonin se dinin për produktet, klientët dhe inovacionin. Dhe e gjitha fillon me një pyetje që në pamje të parë duket paksa e çuditshme. Tingëllon çuditshëm, apo jo? Po ja që përgjigjja e kësaj pyetjeje fshet thelbin e një teorie absolutisht revolucionare. Për ta kuptuar, duhet të kthehemi pas në kohë te një studim i famshëm që u përpoq të jepte përgjigje një pyetje fare të thjeshtë: pse njerëzit blejnë milkshake? Pra, ja ku ishin këta studiues. Po shifnin të dhënat dhe vëretën diçka të pazakont. Analiza klasike, sipas moshës, gjinisë, profesionit, asgjë nuk po funksiononte. Modeli i shitjeve thjesht nuk kishte kuptim. Dhe aty u lindi një ide geniale. Vendosën të ndryshonin pyetjen. Në vend të kush e blen milkshake-un, ata pyetën diçka krejt tjetër. Për çfarë pune po e punësojnë njerëzit këtë milkshake? Përgjigjet e po, ato ishin vërtet të pabesueshme. Domethënë, çfarë doli? Njerëzit nuk po e blinin milkshake-un si ëmbëlsirë. Jo, ata po e punësonin për të zgjidhur problemin e një udhëtimi të gjatë e monoton në makinë. Imagjinoni pak, je vetëm në makinë, rrogë gjatë për në punë, milkshake-u ishte perfekt. Të mbante të zënë, ishte i lehtë për të pirë me një dorë pa bërë ujë dhe të mbante të ngopur deri në drekë. Pra, milkshake-u nuk po konkuronte me çokoladat, por me një banane, një simite apo thjesht me mërzinë. Dhe pikërisht kjo idea e punësimit të një produkti, kjo është çelësi gjithçkaja. Dhe ja ku është, e thon në mënyrë perfekte nga vet Christensen. Kjo fjali e thjesht përmbledh gjithçka. Nuk ka të bëjë me blerjen e sendeve. Ka të bëjë me gjetjen e mjetit të duhur për të ecur përpara në një moment të caktuar të jetës. E adhuroj këto metaforë të punësimit dhe pushimit nga puna. Është kaq e fuqishme. Mendoje si të kesh një punonjës. Nëse e bën punën mirë, e mban. Nëse jo, e di vet, e pushon. Çdo herë që blejmë diçka, ne bëjmë pikërisht këtë vlerësim. Dhe besnikëria jon nuk i shkon markës apo produktit, i shkon zgjidhjes së problemit. Kaq. Dhe ky miq është ndryshimi që e kthen lojën përmbys. Nuk pyesim më çfarë veçorisht të reja t'i shtojmë produktit ton, apo kush është klienti ynë tipik. Jo, pyetja e re, pyetja e duhur është çfarë progresi po përpiqet të bëjë dikush në jetën e tij dhe si mund ta ndihmojmë ne. Kjo hap një univers të tërë mundësish. Le ta marrim shembullin klasik të trapanit. Të gjithë e njohim. Askujt nuk i duhet një trapan për qef, apo jo? Ajo që na duhet është vrima, por le të shkojmë edhe më thellë. Pse na duhet vrima? Për të varur një pikturë. Mirë, por pse duam të varim pikturën? Sepse duam që shtëpia jon të ndihet si një vatër e ngrohtë, si shtëpia jon. Ja pra, ky është progresi i vërtet, ai emocional. Çdo punë ka një anë funksionale dhe një anë thellësisht emocionale. Mirë, po tani vjen pjesa më interesante. Nëse fokusohemi te puna, kush është atëra konkurenca e vërtet? E po, përgatituni se gjërat bën vërtet interesante. Zakonisht, ne mendojmë kështu. BMW konkuron me Mercedes, Coca-Cola konkuron me Pepsin. E thjesht, kategoria e produktit. Por me këtë logjik të re, harojeni këtë. Nëse puna është të shuajetje në një ditë të nxehtë, atëherë Coca-Cola nuk konkuron vetëm me Pepsin. Ajo konkuron me një shishe ujë, një lëng frutash, një birë, apo pse jo, edhe me një fet shalqi. Fusha e lojës sapo u zgjerua pafundisht. Dhe këtu gjërat bëhen akoma më të çmendura. Shikoni pak këto shembuj. Për punën dargëtohem, një kinema nuk ka kundër vetëm kineman tjetër përballë, jo. Ka kundër Netflixin, ka kundër TikTokun, ka edhe atë librin e mirë që të pret në komodinë. Dhe më e forta, për punën të shkojmë nga pika A te pika B, një prodhues makinash nuk konkuron vetëm me të tjerët. Konkurrenti i tij më i madh mund të jetë Zoomi, sepse Zoomi e eliminon fare nevojën për të lëvizur, e pabesueshme. Por ka edhe më. Siç e pa me shembullin e trapanit, një punë nuk është thjesht një detyrë mekanike. Pjesa më e madhe e icebergut është gjithmonë në ujë, dhe ato janë dimensionet sociale dhe emocionale. Shembulli perfekt? Një orë luksoze. Tani, realisht, sa përqind e punës së saj është tregoj kohën? Ndoshta 15%. Edhe telefoni ime bën atë punë, madje më mirë. Puna e vërtet për të cilën ajo orë punësohet është së pari të sinjalizojë statusin, pra një punë sociale, dhe së dyti të japi atij që e mban një ndjenjë arritjeje dhe krenarie, një punë thellësisht emocionale.
Nëse një kompani orësh shet vetëm tregjimin e orës, ka humbur komplet loja. Okej, e kuptuam. Kjo teori është fantastike, por si na ndihmon në praktik? Si mund ta përdorim për të ndërtuar një biznes që i reziston kohës? Ja sekreti i madh. Mendojeni pak. Nevoja për të komunikuar me njerëzit e dashur ka ekzistuar gjithmonë. Dikur kishim letrat, pastaj telefonin fiks, pastaj celularin, tani kemi video call. Mjetet ndryshojnë, teknologjia evoluon, por puna themelore mbetet po ajo. Prandaj, kompanitë që mbijetojnë nuk lidhen me produktin, por me punën që klienti kërkon të zgjidhë. Kjo është një histori klasike që na shërben si një paralajmërim i madh. Kompanitë hekurudhore në Amerikë, ato mendonin se ishin në biznesin e trenave. Gabim fatal. Ato ishin në biznesin e transportit. Kur u shfaqën makinat dhe avionët, ata nuk i panë si konkurrent, dhe të gjithë e dim si përfundoi historia për ta. Të kuptosh punën do të thotë të kuptosh se ku po shkon e ardhmja. Atëre, si krijohet diçka re duke përdorur këtë mënyrë të menduari? Është si një recetë e thjeshtë. Hapi i parë, gjej një punë që njerëzit mundohen ta bërin, por zgjidhjet aktuale janë të këqija ose të komplikuara. Pastaj, shiko ku ka mos konsumim, pra njerëz që thjesht heqin dorë sepse është shumë e shtrenjtë ose e vështirë. Pikërisht aty fshihet mundësia. Krijo diçka më të thjeshtë, më të lehtë, më të lirë. Dhe mos haro kurrë, besnikëria është ndaj zgjidhjes, jo ndaj logos tënde. Okej, le ta përmbledhim. Pas gjithë kësaj analize, cili është mësimi i madh? Thelbi i gjithë kësaj historie është një ndryshim themelor në mentalitetin ton. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në një fjalë të vetme: progres. Biznesi, në thelbin e tij, nuk ka të bëjë me shitjen e produkteve. Ka të bëjë me ndihmën që njerëzit të bëjnë progres në jetën e tyre. Kaq e thjeshtë dhe kaq e thellë. Kompanitë më të mëdha, ato që vërtet lën gjurmë, e kanë kuptuar këtë në palce. Çdo produkt i suksesshëm, në fundit, është thjesht një mjet që ndihmon dikë të kapërcejë një pengesë dhe të lëviz drejt një versioni më të mirë të vetes. Këto biznese nuk shesin sende, ato shesin progres. Dhe kështu, kjo analizë na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që vlen për çdo, pavarësisht se çfarë bën. Për çfarë pune po të punësojnë ty klientët e tu? Cili është progresi i vërtet? Ai funksional, social dhe emocional që ti po i ndihmon të bëjnë. Vetëm kur gjejmë përgjigjen e kësaj pyetjeje, vetëm atëherë mund të fillojmë të ndërtojmë diçka që ka vërtet rëndësi.